أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Allahun e falenderojmë për ti falje dhe ndihmë kërkojmë. Ato e falenderojmë për gjitha mirësitë dhe begatitë që na dhuroi. Vetëm prej ti ndihmë dhe falje kërkojmë dhe vetëm tek Allahu xhalla shanuhu mbështetemi dhe vetëm prej ti presim shpërblimin. Salavat dhe selam i dërgojmë Muhamedit alayhi salam, njeriu më të dashur tek Allahu xhalla shanuhu, vulës së profecisë, profetit ton të fundit. Allahu xhalla shanuhu vendosi që mbi gjithë ata profetë që i dërgoi, në mesin e tyre ta zgjedhin një profet, të cilin e dërgoi jo vetëm për kohë të caktuar dhe jo vetëm për një popull të caktuar, mirë po e dërgoi rahmeten lil alamin, sepse kështu Allahu xhalla shanuhu thot në Kur'an: "Wa ma arsalnaka illa rahmeten lil alamin." S'temi dërgu ty ja Rasulullah veç se mëshirë për gjithë njerëzimin, për gjithë krijimtarinë e Allahut xhalla shanuhu. Dhe ne kemi nderin që të jemi pjesë e umetit të Muhamedit alayhi salam. Me të vërtetë jemi umet i zgjedhur, sepse Allahu xhalla shanuhu edhe për këtë umet në Kur'anin e tij famlar thot: "Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas, ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar." Çfarë do të thotë ky ajet? Allahu xhalla shanuhu po na përgëzon ka mundësive që me dhe pak me qëtësi. Allahu xhalla shanuhu po na përgëzon neve si umetin më të zgjedhur, si popullin më të zgjedhur. Pse? Sepse po thot kuntum ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ju jeni ata njerëz, ju jeni ai umet, ju jeni ajo pjesë e njerëzve të cilët urdhronin në të mirë dhe ndalonin nga e keqja. Vetëm njeriu në jetën e tij, nëse këta e bën gjatë jetës së tij, urdhron dikon për të mirë dhe e ndalon dikon nga e keqja, e fut veten në kategorinë e njerëzve të zgjedhur. E fut veten e tij në kategorinë e atyre njerëzve për të cilët Allahu xhalla shanuhu ka fol. E për neve është begati dhe mirësi që elhamdulillah Allahu na ka begatuar me iman, na ka begatuar me besim dhe na ka begatuar me këtë fe e cila quhet Islam. Gabon njeriu nëse mendon ndonjëherë që në veten e tij, duke përfshi shëndetin, familjen, pasurinë, shkollimin, punën, e gjitha këto, nëse dikush prej neve mendon që ka diçka më të vlefshme njeriu, nëse dikush prej neve mendon që ka diçka më të vlefshme në vetveten e tij, në jetën e tij, se sa besimin në Allahun xhalla shanuhu, dijeni mirë vëllezërit e mi të dashur që ka gabu. Nuk ka gjë më të vlefshme se sa besimi në Allahun xhalla shanuhu. Çka i ndalon sot muslimant, po flas për muslimant, tamam. Çka i ndalon sot muslimant e vërtet me boni krim? Çka i ndalon sot muslimant e vërtet me fydikan? Çka i ndalon sot muslimant e vërtet me boni gjuna në këtë tokë? Edhe kur janë vet. As në gjë tjetër. As pasuria, as familja, as shëndeti, as njëna prej tyre nuk të ndalon ty me boni të keqe, qoftë ajo publike apo e fshehtë. E kush është ajo që na ndalon neve mos meron këto gjëra? Është imani, besimi në Allahun xhalla shanuhu. Kemi besuar në Allahun xhalla shanuhu. Allahu xhalla shanuhu këtë punë ka ndalu edhe na nuk e bëjmë. Na ka urdhëruar Muhamedi alayhis salam që filan puna është e keqe dhe mos e bën, edhe kur ti je vet, edhe kur ti je në publik, edhe na nuk e bëjmë, as kur ti je vet, as kur ti je në publik. Jo sepse jemi të bardhë, jo sepse jemi të zi, as sepse jemi më të gjatë apo më të shkurtë, as jo pse jemi më të pasur apo më të varfër. Thjesht shumë qartë vetëm se jemi musliman. Begati më të madhe se kjo, vallahi përbes nuk ka. Padyshim begatit edhe mirësitë e Zotit, ne si musliman duhet me u mundu me i shfrytëzu. Sepse Allahu xhalla shanuhu këto begati dhe këto mirësi i ka zbrit në tokë, i ka sjell ndër nesh këto që t'jenë në të mirën tonë, që të kenë ndikim për të mirë në vetveten tonë, në jetën tonë, në gjitha këto cilat neve na rrethojnë.
Njëna prej këtyre është edhe çështja e Ramazanit. Ne vëllezërit jemi të dalshëm mbrëm e kemi përcjell Ramazanin. Ramazani me mbrëmjen që kaluam, me hymjen e akşamit ka përfundu. Një proces një mujor që unë besoj që secili prej juve kur nolet edhe mendon tash thot në vetë me veti shumë shpejt pas ka shku. Shumë ka shku shpejt. Plot njerëz kam dëgju që vallaj ka shku shumë shpejt. Tashti Ramazani vjen një herë në vit. Ramazani jem gjithë pajtimi që është një mirësi prej Zotit. Se secili e ka përjetuar në atë mënyrën e vet Ramazanin. Dhe secili që ka marrë pjesë në Ramazan, nëse e takon sot edhe flet për periudhën e tij gjatë Ramazanit, secili e jep një pasqyrë të Ramazanit se si ka ndikuar te ai, apo si e ka kaluar Ramazanin te ai. Dhe asnjëri prej njerëzve nuk e kanë të njëjtë. Asnjëri prej njerëzve që kanë hyrë në Ramazan nuk e kanë përjetuar Ramazanin të njëjtë. Secili e ka atë bot kuptimin e tij, secili e ka atë vendin e tij të fshehtë kur Ramazani ka ndikuar te ai, kur Ramazani ka prek te ai. Ramazani karakterizohet me mirësi të brendshme, karakterizohet me ibadete të ndryshme. Mirë po, ne s'do të flasim shumë për Ramazanin, po nuk kemi çare pa i përmend se çka kaluam. Sepse na sot vllaznitë e dashur, kemi njerëz, besoj që janë këtu, po dikun tjetër, që për shembull ka hyrë Ramazani edhe ai kur gjon. Edhe orë sot Bajrami edhe ai kur gjon hala. E këtyre njerëzve tash do të m'ja rikujtu pak se çka hopën. Çka hopën ata realisht. Çka kanë hop. Ramazani në komplet dynjon është madhështi. Krejtë njerëz musliman kur hynë Ramazani, për ditë flasin vetëm për Ramazanin. Për çdo ditë flasin vetëm për një muaj vetëm. Për çdo ditë flasin vetëm për një agjerim, për një ibadet. Agjerimi. Ai shpjegohet për gjysore dhe përfundon puna tina. Ama ti ton Ramazanin ke pas njerëz që kanë tregu për vlerën e agjerimit, për rregullat e agjerimit, për mirësitë e Ramazanit, për mundësinë e faljes në Ramazan, e për gjona të tilla, nëse keni mundësi më lëshu edhe pak aty në vendin, që të në midis, veç me orë maknina pa. E shumë njerëz flasin për mirësinë e Ramazanit e begatinë e Ramazanit. Pse? Sepse një me është madhështi e madhe. Dhe na sot ja rikujtojmë pak atyne që e humbën Ramazanin, cilët nuk morën pjesë në Ramazan. Fatkeqësisht këta njerëz është dashur me e kuptu, se cili duhet me kuptu, përpara se me hyrë në Ramazan me e kuptu se çka është Ramazani. Përpara se me u fut në Ramazan me ia ditë vlerën e Ramazanit. Nuk mundesh me e marr seriozisht një vepër përderisa ti nuk ke informacion për ta. Nuk mundesh me marr seriozisht një punë përderisa ti nuk e din as rezultatin e saj. Ti s'e din pse duhet ajo. Se marrmi parasysh, se s'e dim. Prandaj është e rëndësishme dhe kjo është rregull fetar që veprës duhet me i parapri dija, duhet me i parapri njohuria, informacioni për fen, informacioni për atë vepër. Pse ndodh kjo? Sepse shifni mirë çdo musliman i cili e ka dijen e mirëfillt për çështjen e Ramazanit, i rrin gati. Çdo musliman i mirëfillt i cili e din vlerën e namazit, i rrin gati. Çdo musliman i mirëfillt i cili e din vlerën e zeqatit, vjen koha zeqatit e nxjerr zeqatin. E kështu me radhë të gjitha ibadetet e Allahut xhaleshanehu, për para tyne duhet me paraprit dija. Kur Allahu xhaleshanehu ta jep mundësinë me e kuptu çështjen e Ramazanit, me të hyrë çështja e Ramazanit në zemër, me të hyrë çështja e Ramazanit në tru, vallahi vllai dashur musliman, dije mirë që Allahu xhaleshanehu të ka zgjedhur. Allahu të ka zgjedhur nëse je prej atyre njerëzve që e din çka jetu bon dhe e bën për hotër të Allahu xhaleshanehu. Është një hadith i Muhamedit alayhi salam që na tregon. Edhe thot: "Men yuridillahu bihi khayran yufaqihu fid-din." Men yuridillahu bihi khayran yufaqihu fid-din. Çfarë do të thotë ky hadith? Ky hadith do të thotë që kujt do që Allahu xhaleshanehu ja don të mirën, a din çush i tregon atina? Nuk i flet direkt. Po çush na tregon Zoti neve që na don të mirën? Thot hadithi yufaqihu fid-din, e bën të aftë, e bën të dijshëm në fenë e tij. I jep informacion fetar. Ulesh sot me një musliman, nuk është hoxhaj, ama i dini që një mijona. Ulesh me një njeri sot, nuk e ka kryer fakultetin e studimeve islame.
s'ka hy në shkenca islame, ama për shumicën e gjanave të flet, për shumicën e gjanave të tregon. Jo thot në Ramazan kështu është, jo në agjerim është kështu, jo në namaz e don kështu, jo namazi është kështu. Që kjo është kur Allahu xhaleshanuhu ta ka desh të mirën, të ka bën me e kuptu fenë e tij. Prandaj edhe neve duhet me na prek ky hadith dhe me na bën të reflektojmë. Në qoftë se na nuk e kishmi ditë vlerën e Ramazanit, në qoftë se na s'kishim pasur një huri për Ramazanin, nuk kishmi kalu ashtu siç kemi kalu. Ka pas njerëz në 3 orat natës në mëngjes, të cilët kanë dalë midis sheshit, midis rrugës, edhe kanë fal namaz natë, në 3 natës. Në 3 natës. Kush i sjell ata? Kush i nxjerr prej shtëpive ata në 3 natës, edhe me shkumja që u dur për Allahu xhaleshanuhu, edhe me bë dua në 3 natës? Me mira vet, jo 20 vet, me mira vet. Bindja edhe kuptimi i drejtë i fesë. Bindja në Allahun xhaleshanuhu dhe kuptimi i drejtë i fesë. Ja kanë ditë vlerën namazit natës, prandaj kanë dalë. Ja kanë ditë vlerën Ramazanit, prandaj kanë dalë, kanë fol namaz natë. E që kjo do të më ndodhë dhe tana. Nuk themi me u bë gjithë hoxhallar, nuk kem nevojë, ama gjithë kem nevojë gjanat bazike në Islam me ditë. Nuk kem arsye tek Allahu xhaleshanuhu kur dalmi, me thonë që gjanat bazike si kam ditur se na s'kena pas shtëpi hoxhas, s'kena nejt shumë me hoxhallar, tash na kanë pas profesionin ton. Ama gjanat bazike vllaznit e mi dashur nuk kanë arsyetim tek Allahu. Ju kisha lutje edhe pak si. E morëm një shembull shumë të thjeshtë. Këtu ne të gjithë asnjëri si jemi autoshkollë, as nuk kemi autoshkollë tonën, as nuk jem profesor të vëzitjes. Ama me dalën sot me makinë në Komoran, pa ngjitë rrypin, edhe kur të nol polici, më i thon për shkak policit, unë autoshkollë nuk jam, unë nuk i di këtë rregullat tonë. Sa e kum di që do të më ngjitë rrypin, unë autoshkollë s'jam. Ai thot ti si autoshkollë, ama unë nuk po të ves ty për ato gjonat më të thella, aksidentet kush ka pas drejt, ajo s'na takon fort neve, i takon policisë kur të vjen ato. Edhe tregon ty. Ama neve na takon që me ditë edhe me pas në kry, si gjon bazike që rrypi duhet më vendos sa të hypsh në makinë, që s'don shpjegim kërkun. Nuk mujmë me arsyetuar kur të na nal policia me hos se kem ditë nëse si jam autoshkollë. Ja, Allah e thot autoshkollë si edhe, ama rrypi në gjon bazike. Bile të s'po djerë marrë se den rrypin që do të me ngjitë. Gjonja ma bazike. E që shtu të ndodhë edhe me neve. Nuk në thotë Allahu xhaleshanuhu pse s'keni qenë hoxhallar, apo pse se keni ditë filan shkencën apo filan shkencën në Islam. Ju kisha lutur veç edhe pak se si, ka mundsi. Mirë, po për gjonat bazike Allahu xhaleshanuhu ka më na vet. E gjonat bazike vallahi tek ne janë agjerimi, namazi, zeqati, sadakatul fitri. Mja dhon hakin Ramazanit. Ramazani vllazët e mi ka kalu tashti. Mirë po, pa morë parasysh aty në gjona që na i kemi kalu, sot na mbetet që çka më ndodh tash mas Ramazanit. Pse erdhi Ramazani, çka e pat rolin e tina dhe çka duhet me vazhdu mropa tash. Ramazani ishte që neve të na ndryshoj një gjendje. E cila është ajo gjendje? Allahu xhaleshanuhu në Kur'an thot, kur e tregon obligueshmërinë e Ramazanit, e obligueshmërinë e agjerimit. Në fund të ajeteve të agjerimit thot: "Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun." O ju që keni besuar, ju është bën obligim agjerimi, ashtu se qysh ju është bën obligim edhe atyre përpara jush. Edhe pse është bën obligim, në fund na tregon la'allakum tattaqun, në mënyrë që ju të arrini devotshmërinë, të ndroni prej kësaj gjendjes comfort zonës, kësaj zonës të komfortit, të dilni pak më lart, të arrini një grad të devotshmërisë. Këtë lloj ndryshimi ka desht dhe realisht qëllim e ka Ramazani. Kjo është ajo që ne duhet me kuptu gjatë Ramazanit, edhe mas Ramazanit. Ramazani ka ardhur që neve prej gjendjes normale, comfort zonës, të na ngrej më lart, të na ndryshoj gjendjen tonë të brendshme, sepse takvaja apo devotshmëria
është ndryshim edhe i gjendjes brendshme të njeriut në aspektin e besimit, mirë po është edhe ndryshim i gjendjes fizike jashtë se si e paraqesim në Islamin. Devotshmëria, vëllezër e mi të ndershëm, është kur njeriu e arrin nivelin ku e adhuron Allahun xhalla shanuhu ashtu siç i ka hije. Devotshmëria është kur ai i e bën ibadetet Allahut xhalla shanuhu ashtu siç ai ka kërkuar dhe me sinqeritetin më të plot. Nuk e bën asnjë sen për sy foqe. Nuk e bën asnjë gjë për një arsye tjetër vetëse me arrit kënaqësinë e Allahut xhalla shanuhu. Dhe e adhuron Allahun xhalla shanuhu në mënyrën më të denjë të mundshme që njeriu mundet. Kur është pyet Muhamedi alayhi salam se çka është kjo, ka thonë en ta'bud Allaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Çka ka thonë Muhamedi sallam? Ka thonë kjo është ajo kur ti e adhuron Allahun xhalla shanuhu duke menduar dhe e ditë që ai po të shef, edhe pse ti nuk e shef, dije mirë që ai është duke të pa. Ne e besojmë që Allahu xhalla shanuhu po na shef. Ama na nuk e shohmi Allahun xhalla shanuhu direkt tani që ai është duke na pa neve. Ama ne e dim që ai po na shef. Dhe prandaj edhe kur jem mbyllur bëjmë dua. Edhe kur jem të vetëm e falmi namazin. Nuk themi që s'na shef dikush. Kur jem para një kamere dhe e dim që kamera është të inqizu tash, ti edhe e din që po inqizon kamera, se ashe e dritën e kuqe ato, e shoh që tu ka drejtu tyje, edhe e din që po të inqizon, po të njëjtën kohë jetu e pa që është të pa. Pa dyshim tani ti e ndryshon lëvizjen tonë. Po pse na përpara kamerës pe ndryshojmë gjendjen tonë, kurse përpara Allahut njëjtën gjë po dim, Allahu është na pa neve. Po s'pa ndryshojmë kur pa jem të vetëm. Sepse këto është ndryshimi. Na jem të e pa kamerën direkt live që ajo është na inqizu neve. Dhe kjo tani njeriu t'ia shton një farbindje pak më të madhe. Ama ky s'duhet me kon ndryshimi. Vetëm se nuk e shohmi Allahun xhalla shanuhu, nuk do të thotë që ai nuk ekziston. Vetëm se nuk jem të e pa në ato, nuk do të thotë që ai s'na shef neve. Prandaj devotshmëria është kjo, me të prunë ty në këtë gjendje. Ramazani është një garë. Ka qenë një garë e shkurtër. Ka qenë një garë me ditë të caktuara. Dhe çdo event, çdo ngjarje, çdo gjë e cila është e limituar, e caktuar, gjithmonë shkon shpejt. Na jem dëshmitar të gurbetçorëve tonë që vinë nga jashtë, edhe sa herë ti pyetsh për pushimin, kur i përfundon thonë shpejt përfundoi, sepse po janë ditë numëruar, pe dim që shpejt po përfundojnë. Pe ndjejnë që po përfundojnë shpejt. E Allahu të njëjtën gjë thot për ditët e Ramazanit. Ayamun ma'dudat ka thonë. Në Kur'an këto ditë të Ramazanit janë përmendur edhe si ayamun ma'dudat, ditë të numëruara. Prandaj Allahu xhalla shanuhu gjithmonë thot që garonin punë të mira. Garonin faljen e Allahut. Fasariu ila maghfiratin min rabbikum. Garoni, shpejtoni që të arrini faljen. Pse na inkurajon Allahu që ta shpejtojmë kërkimin e faljes? Pse Allahu xhalla shanuhu na inkurajon neve që të shpejtojmë këto gjëra? Sepse edhe jeta jonë, vllaznitë e mi të ndershëm, është e kufizuar. Askush se ka të garantuar që sot del nga xhamia i gjallë, s'na ka garantuar kush. Ju kisha lut veç edhe pak qetësi. Askush nuk na garanton neve që kemi mërnu 90 vjet, që kemi mërnu 100 vjet. Prandaj Allahu xhalla shanuhu na inkurajon që të shpeshtojmë, të shpejtojmë. Të mundohemi që këto ditë cilat Allahu po na jep neve mundësi me jetu më gjatë të përfitojmë. Ramazani ishte i tillë. Lum ai i cili ka shpejtuar në Ramazan. Lum ai i cili nuk i ka lëshu asnjë moment të Ramazanit pa kërku falje, pa u mundu për mirë, sepse kanë qenë ditë të arta. Ramazani është një garë e cila si në çdo garë e ka një rezultat në fund. E ka një medalje në fund, e ka një vend në fund, diçka fiton në fund. Çdo garë sot kur të merresh pjesë, ki më nxon një vend. Të parin, dytin, tretin, në finale, gjysmë finale, çerek finale, gjitha janë këtu. Çdo lloj gare sot e ka një vend në fund. 2, 3, 4, diçka ki më marr në fund. Imagjinoj një gara të cilat i organizojnë njerëzit, edhe në fund ta garanton një farë shpërblimi, qoftë simbolik ai. Njeriu është aq human, aq zemër but, aq zemër mirë që
garat që nga organizojmë në me veti, garat thjeshta të ndryshme, në fund shenjë respekti ta jep një shpërblim, ta jep një medalje, ta jep një deklarat diçka. Imagjinoj një njerëz për njëri tjetrin kur bojnë kështu në tokë, njerëz, shenjë respekti, shenjë humanizmi, shenjë solidarizimi, njerëzit në me veti. Po Allahu xhaleshanuhu, që është Ar-Rahmanur Rahim, i mëshirues e mëshirbërës. Po Allahu xhaleshanuhu, i cili rahmeti i tij, mëshira e tij për robët e vet e ka mbulu gjithë shkafin, ka thënë. Wa rahmeti, ka thënë Allahu xhaleshanuhu, wa rahmeti wasi'at kulli shay. Mëshira jam, o njerëz, mëshira jam e ka mbulu gjithë shkafin. Ja u te i kalën gjithë shkafin. Sado që ju të mendoni që keni arrit me gabime, dijeni mirë që unë jam më i mëshirshëm se gabimet e juaja dhe i fali. Sado që ju o rob mendoni që jeni të mëshirshëm me njëri tjetrin, e zemërbut, e zemërmirë, e të dashur me një tjetrin, dashuria ime dhe rahmeti jam, mëshira jam për juve, ja u te i kalën. Po kur njerëzit bojnë kësi gjona, Allahu xhaleshanuhu neve, si mendoni se do të na shpërblej pas ton këtij mundi në Ramazan? Padyshim që shpërblimi për agjëruesin është shumë i madh. Madje Allahu xhaleshanuhu thot që për agjërimin thot unë shpërblej. S'ka thonë as 20 sevape, as 70 sevape, as 200 sevape. Ka thonë për agjërimin, ma leni mu. Unë shpërblej për ta. Unë e di se çka bëj me agjëruesin. Për namazet, për vepra tjera, për haxhin, për zakatin, për zakatul fitrin, për gjitha këto Allahu xhaleshanuhu e ka dërguar një lloj çmimi, një lloj medalje. Për agjërimin ka thonë, ma leni mundur. Unë e di çka bëj ato. Sepse agjërimi është direkt për mua, edhe unë e ka thonë shpërblej për ta. Qysh, sa, tek, ja lam Allahu xhaleshanuhu ndor. Mos mirëmi në atë çështje. Na të mirëmi me sinqeritetin tonë gjatë agjërimit. Ta dima e kem bën sinqert apo s'e kem bën sinqert. Ta dima ka pas efekt Ramazani tek ne apo s'ka pas efekt. Sepse nëse na kuptojmë që Allahu xhaleshanuhu na ka pranuar neve agjërimin, nëse e kuptojmë që Allahu xhaleshanuhu na ka pranuar neve komplet Ramazanin me të gjitha ibadetet në ta, atëherë na duhet më gëzu. Na duhet më gëzu. Shumë duhet më gëzu. Sepse kena garu një muj, 30 ditë nuk kanë qenë kollaj vallahi. Vallahi s'është kollaj me agjëru. Dhe kush do që të thotë është kollaj me agjëru, nuk është kollaj me agjëru. Ka gënjy. Ramazani nuk e ka për qëllim me qenë i lehtë tek besimtarët. Nuk e ka për qëllim, s'është natyrë Ramazanit me qenë i lehtë për besimtarin. A është natyrë luftës me qenë i lehtë për ushtarin? Jo. E dal luftë, e dim çysh pa dal, që rreziku, mundi, janë të mëdha. Nuk është e lehtë hiç. Prandaj s'dalin gjithë. Prandaj nuk dalin gjithë, se nuk është kollaj. Edhe në rregull është kjo çështje deri një far pike, ama njeriu duhet me punu gjithmonë që ta përgatit veten për gjona më të rënda. Nëse ti kalon jeta jote edhe kur s'ke hyrë në Ramazan me idenë që unë smuj sepse është i dëm, është i zërshëm, ke hub shumë. Në Islam, marrja pjesë në luftë dhe rëmja shahid dëshmor, është i grada më të larta. Është i grada më të larta të qenurit dëshmor, të qenurit martir, të qenurit shahid. Islami e ka ngre këtë pozitë. Pse e ka ngre këtë pozitë? Vetëm për faktin që me ra dëshmor nuk është kollaj, e asë është lehtë. Sepse e ke dhënë më të shtrenjtën tone. Më të shtrenjtën tone, kush e jep jetën sot për parë, për interes. Kërkush se jep jetën, kuj dush dhe i bët vroj, për ta ngres në pozitë vllavit mas nena. Nuk des, jo, thot mos mbroj. Se jep jetën kërkush sot për çmime të vogla. Ose du të më dhon hiç për çmim. Vetëm një është për vendin tonë, për familjen tonë, për pragun tonë, për bukën tonë të gojës, për fen tonë. E kur ndodh kjo, Allahu xhaleshanuhu shpërblimin për këto e ka ngrej mas larti. E njëjta gjë është për Ramazanin. Luma i cili ka marrë pjesë në Ramazan, edhe ka marrë pjesë edhe me zemër, edhe me shpirt, edhe me fizikun e tina në komplet Ramazanin. Marrja pjesë në Ramazan fizikisht do të thotë namaz, do të thotë agjerim. Fitr Bajrami sot është shpërblim apo medalje parimisht për ata të cilët kanë agjeru, janë falë. Për që ata është medalja,
Këta janë ata garust. Garust nuk ka qenë ai i cili ka hyrë në Ramazan, edhe ka dalë për Ramazanit s'është falas nuk ka xhiru. Ai s'ka marrë pjesë në garë, ai ja kon stël të pa ato. Si ata shikues që kshyrin garën, ata vrapuz vrapojnë, janë ja 10-15, janë 100 nëna që shohin ata. Po kur vjen finali janë fund, kur vjen ndomja çmimeve, çmimet i ndohen vetëm garuzëve që kanë qenë ato vijat, vetëm garuzëve që kanë pas numër në shtëpinë, vetëm aty në jepet shpërblimi. Atina që kanë nejt atje në korrik, nuk i jep shpërblim kërkush, as medalje. Bilaj ka pagu, hajminos, ka pagu halapi vetit, për mundj me pa. Kështu që, prej Ramazanit, normal është dosh me fitu të gjithë. Edhe normal, në qufë se na ka kalu Ramazanit që është na ka kalu. E zamë ka kalu. E këna lënë pak shkele shko. Gjithë kem gabime. Nuk e frejlu prej meje këto, komplet së të rogë sofi pora nena. Të gjithë kemi gabime. Të gjithë kem pas gabime në shta dhe brenda Ramazanit. Amo, ta kuptojmë sëd na, ta kuptojmë sëd se qka ka qenë Ramazani dhe qka kena hub në mënyrë që nestra, kur dhje në Ramazani tjetër, të pak të me të kujtu dhe gjona që ka i kena diskutu sëd. Së të kujtohen, hinë në internet, e gjonë video në nga në dhe njëherë. Ama, t'ja ngullit mi në kry vetës 2-3 gjona, që kur dhje Ramazani tjetër të thojma, dy qysh, na ka shku një qysh na ka shku, hadin që tjetërin bile ta gjeroj bre, pranohet të gjerimi, është i badet në vedi, bile a gjeroj, të regov solidarë, të regov më i but në Ramazan. Ramazani, në fund ti, atë medaljen që duhet mja jep një muslimonit, atë çmimin që duhet mja jep një muslimonit, a di çka është? Është një lloj ngjyre vëllazërit ndershëm. Ramazani duhet me ta jep një ngjyrë. Më ta jep një ngjyrë me tregu që ti je ai i cili Ramazani ka pas rezultat në ty. A muj me dit na, a na është pranu Ramazanin a i qysh? A muj me dit na se a kena kalu mirë me Ramazanin apo s'kena kalu mirë? Sepse na e dim që këtë gjonë e din vetëm Zoti. Po na kem në i lloj indikacioni këtu. Po kemi indikacion. Qysh s'kemi? Në qoftë se, qërë ku është më në men mirë për me po vetë që kena bon Ramazan. Për me ditë që kena bon Ramazan, mas këllojt është kështu me vru. Kur dish mas Ramazanit, e tutje, prej tash, prej sëd, e tutje, deri në Ramazanin tjetër, shihe vetën tone. Në qoftë se je këthy në të njëjten, është ly ngjyra, s'ki ngjyrë mo. Në qoftë se je këthy prap në avazin e vjetër, dije që Ramazani nuk pas ka pas efektet e. Diçka ka shku gabim aty. Unë s'po tham s'to ka pranua xherimi. Unë s'po tham ato se nuk e dim, na zguxojmë me thonë ashtu. Ama unë jam i sigurt që mbrana në Ramazan diçka ka qalu te ti, se nuk ka mundësi ti më kthy i njëjti. Nuk ka mundësi ti më u kthy i njëjti. Sepse qëllimi i Ramazanit është që ty më të nxjerr ndryshe, më të nxjerr më të mirë. Ç'kjo është qëllimi i Ramazanit? Ç'kjo është zemra e Ramazanit? Me ta instalu tyje një sistem tjetës tjetër. E në qofë se ti e vrenë, qofë se ti e dalën, që mas Ramazanit ke fillu punë të mira, s'ke qenë namazlik para se me hynë Ramazan, ke dojë para Ramazanit, elhamdulillah, bile aksham edhe jaci i folë, elhamdulillah. Ka pas efekt dishka? Se ti ma herët si ke folë hiq? Do thot ka pas dishka, pas në bon dishka, u ka pranu dishka gjatë Ramazanit, tuk që Allahu Gjereshanu pas ka vendosë se mu shpërblimu më një vej për të mirë, më ma instalu këtë vej për të mirë. Del prej Ramazanit e shef që je pak ma i but me njerëzit, je pak ma i dashur me rëbt e të rrethit, me familjen, me shoqërin, me akraballakun. Njerëzit kanë fillu me folë ma mirë për ty, që kjo i bjen që ti ke ndryshu diçka. Vjen mundësia me dhoni sadak dikun, e shef vetën të ishte dur në gjepa, cop, të i nëzirë, me sevra, për hirtë Zotit. Dhe se bënd lafat për pune, nuk mirë është me atë punë mo, e jep. Jo të piskit me mo të morin vesh tonë, që i dhash 5 euro. Të kjo të rëgën që ti se kisin qëritetin. Ama ti të rak, shem pare të aty edhe hecë. Ose jo vetëm pare, se sadoka nuk është vetëm me pare. Ka dikush nevoj fizike diçka me të një mu, që e për vlo që a dhe me bon që të naku, ha dhe që të një mëj, e kam se të dëkur të lirë. Që kjo është vallaha e ngjyra që dhëtë me morë njeriu mas Ramazanit. Që kjo është ajo e cila duhet me ndjek njeriu mas Ramazanit.
Punët do të më konë gjithmonë të mira, edhe gjithmonë do të më konë në ato shumën që shenë përcaktu. Mirë po, edhe në qoftë se është pak vllazni mas Ramazanit, sepse s'mund me kthy gjithë me ndryshu komplet 100 gradë. Ka ndryshu pak, pse jam i kënaqur, po mirë, vazhdo të paktën kështu. Ramazanin tjetër shton diçka më shumë. Muhamedi alayhis salam thotë punët më të mira thotë janë ato të cilat janë pak në sasi, ama janë të vazhdueshme. Duhet me qenë të vazhdueshme. Se këto e mojnë zatën njeriun mas nëran konstant në fe. E mojnë njeriun musliman hala. Këto të ndihmojnë me vazhdu mrapa Ramazanit. Ramazani komplet si muj këto i ka. Edhe thamë që në Ramazan kem bon gabime, kem bon lëshime. Allahu xhaleshanuhu ka vendos që ky islam, ashtu si që ka vështirësitë e veta, mi posa edhe lehtësitë vetat. Në ibadete me posa edhe lehtësi. Ramazani në fundin e tij karakterizohet edhe me një gjë tjetër, e cila quhet sadaqatul fitr. Sadakaja e fitrit, vitrat, se dimna. Vllaznit e mi të ndershëm, vitrat janë obligim për çdo musliman. I vogël, i madh, moshkull, femën, ka agjëru, s'ka agjëru, a fal, sa fal, a regjistru në bashkësi islam atje se jemen si musliman, vitrat ka për detyrë, vajib janë, detyrë me u nxjerr në fund të Ramazanit. Pse janë këto? Thamna që pa e ditë përpara, pa pos njohuri për veprën, nuk ja din vlerën, edhe prandaj kësot njerëzit, komplet njerëzit si kanë vënë vitrat. Si avon shumë fajin në aty në, se në shtacion të informum tamam. A jeti prej atyre muslimanëve, të cilët ke hyrë Ramazani, e mundu me agjëru për Allahun xhaleshanuhu, gjitha ato munde, gjitha ato ataravi, gjitha i mund. Po vëllai dashtër musliman. Allahu në fund të kanot ka thonë, jepe që të zakat, që të zeqatën e fitrit, apo sadakatul fitri, apo jepe që të vitra në fund, që janë shumë pak. Jepi që të vitra në fund, se nuk më vynë mu vitrat, si vynë kërkujt vitrat, realisht. Mas pari, kujt i vynë, është vetvetes tonë, trupit tanë, Ramazanit tanë. A ka dikush që mundet me qu dorën sot edhe me thonë që unë prej ditës të parë dhe momentit të parë të Ramazanit, kur ka hyrë deri, kur ka dalë, kam qenë 100% i sakt në çdo gjë? Jo. Unë s'moj. E nuk mund asnjë. Nuk mund me thonë këto. Prandaj janë do boshllëqe të cilat i kem pas në Ramazan. Se cili i ka? Zeqati i fitrit, sadakatul fitri, vitrat në fund të Ramazanit për këtë punë jepen o vllazni. Nuk janë shumë e madhe, pasha Allahun e madh. Vitrat jepen mja plotësu vetit ato boshllëqe. Mja plotësu vetit. Të njëjtën kohë e merr e kryen një obligim fetar, të njëjtën kohë shpreson në pastrim dhe shpërblim nga Allahu xhaleshanuhu për këtë vepër që e ke bën, edhe të njëjtën kohë se vitet atë kanë edhe një medalje tjetër mbrapa anera. Cila është ajo? Me dhurimin e vitrave tua, ti ndihmon dikujna. Nuk e shun varfrin, ama i ndihmon dikujna. Bëhesh pjesë e një treni i cili ndihmon. Bëhesh pjesë e atyre njerëzve që ndihmojnë në për botë, në për Kosovën tonë. Pak ti, pak ai tjetri, atje bëhen bëll. Për dikan bëhet bëll. A thamë në punë më të mira Muhamedi alayhis salam po thotë cilat janë ato cilat se janë pak let janë të vazhdueshme. Prandaj bre vllaznit e me dashur, duhet me kuptuar çështjen e vitrave. Tash nuk është vonë, deri në kohën kur falet Bajrami, vitrat kanë mundësi me u pagu. Kushdo që jam Armenia me pagu vitra para namazit sabahit, namazit të Bajramit, mundesh me i pagu vitrat. Bënja i kalkulim sa antari në shtëpi. Minimalja është 5 euro, i nxjerr për xhepit dhe jep me një të pastër, mos i jep kërkosh me të pa këtu. Jepi me një të pastër. Edhe kështu e pastron veten. Edhe kështu e bën një farllë përmbyllje të mirë, të këtij Ramazani. Ramazani kaloi. Neve tash na vyn që mas Ramazanit çka më bën. Një sahabi Muhamedi alayhis salam ka qenë smut dhe Abdullah ibn Mas'udi ka qenë një sahabi tjetër i cili ka shku me vizitu. Ky i cili kishte qenë smut, kishte ra smut, ishte një ditur në mesin e sahabëve, kishte njohuri për fenë.
Ishte njeri i ngritur në aspektin fetar. Abdullah ibn Mas'udi i thot, shkon me vizitu, dhe i thot, a më këshillon, thot diçka. A më këshillon, thot diçka. Ti e dini fort mirë, ne kur të dërmë na shku në një plak që është i mëshur një lagje, apo ka qenë zon, apo ka qenë plak e knushur, siç i kanë thënë këtu në herë. Kur ta takojmë ose edhe kur shkojmë me vizitu kur të shtmusy, i thoj për shembull këshillon ana Ihsan, edhe nimon ana Ihsan, jep na këshill diçka biladin, ose gjyshve ton, kush i ka desh të fortë, i ka respektuar, i ka pas të lexueshëm, i ka vetë diçka, i ka hau kallxëm për gjysh na Ihsan, jep mana këshill çka më vazhduan e tash tutje. Të njëjtën gjë Abdullah ibn Mas'udi po i thot atina. Këshillon thot diçka. Jep më këshill si me vepru mrapa. Ai thot, o Abdullah ibn Mas'ud, atë ka ardhur që ajo bindja, që duhet, atë ka ardhur që ajo bindja, që ajo besimi pastër në Allahun xhaleshanu. Atë ka ardhur që ajo njohuria dhe bindja e plot në zemrën tonë që Allahu është një, që Islami është hak, që Muhamedi alayhi salam është i dërguari i fundit, profeti jon i fundit. A ka ardhur që bindje që duhet me qenë i mirë? Po, i thot, aman zaman. Na përdojmë ata se përdojmë aman zaman, po e përkthejmë në të dorën për me kuptu taman. Ka thonë aman zaman. Kur të thojmë na dikuj aman zaman, do të thonë është me të vërtetë dhe mi kallëzu që jam të dash me të kërku që ton aman, që të fokusoj. I thot aman zaman, thot, mos e prish këtë lloj gjendje. Qëndra i tillë, mos e prish këtë lloj gjendje. Na thëjmë sa si pas ka thënë, shkurt e pas ka lënë. Ama kjo ka kuptim shumë të thellë. A ke gjithë ato vite që i ka kalu të jetës tonë përpara, ke punu që ti sot me ardhë dhe me qenë i bindur në Zotin, që ti sot me arrit këtë bindje në Allahun xhaleshanu hu që e ke, po, amon zamoni thëtë mos e prish qëto, moje qëto, ruje qëto, se është diamant për ty. E njëjta gjë ndodhë më neve. Aman zaman, në ngjyrën të cilën e kemi përfitu gjatë Ramazanit, aman zaman deri në Ramazanin tjetër, më në numeru. Zbehet pak, mone, kur vje Ramazanit tjetër, edhe një ngjyrë për mi, edhe shkën të e forcu. Se ngjyrës mirot 2 herë murit, ma e mirë bëhet ngjyra, ma e fort bëhet ngjyra, ma e theksune bëhet ngjyra. Edhe ti, Ramazan, më shaj me ngjyrase. Që kjo është rezultati Ramazanit, që kjo duhet me komas Ramazanit, deri në Ramazanin tjetër. S'ko tjetër vallahi. Që kjo ngjyra këto, mos kesh në pak, dja. Që kjo ngjyra këto, cilën e fitojmë në Ramazan. Me që të ngjyrë kemi me unë njoft në ditën e gjykimit. Me që të ngjyrë ka më në njoft Muhamedi alayhi salam. Ka hedim na. Muhamedi alayhi salam ka qenë duke nejt me shokët e tij. Edhe pak sabër edhe përfundum, edhe pak, i unalt atje, çuna. Muhamedi alayhis salam ka qenë duke nejt me shokët e tij. Edhe fillon me çaj, të thojmë pse po çon, thot po çaj, thot për vëllezërit e mi. Thot po çaj, thot për vëllezërit e mi, të cilët do të vinë më mrapa. I thojnë sahabët, me drejt i thojnë, se ata kishin jetu me ta, ishin të jetu me ta, kishin dashur, kishin suportu, kishin ndihmu, me familje, me trup, me fizik, me pare, me pasuri, me gjitha, kishin ndihmu Muhamedit alayhis salam. Sepse kështu ka qenë respekti sahabëve ndaj Muhamedit alayhis salam. Çdo fjalë që e kanë thonë, e kanë marrë me seriozitetin më të lartë. Prandaj ne kemi Islamin sot që kemi, ka ardhur tek ne këtu, duke transmetuar për këtyre burrë. Dhe ju thot, po mërzitemi po çaj thot për vëllezërit e mi. As jem thot vëllezërit e toneja, po jetojmë me ty, po hajmë po pim bashkë. Thot jo, thot ju jeni shokët e mi, ju jeni ndjekës të mi, ju jeni shokët e mi, suportues të mi. Ama vëllezërit e mi thot janë ata të cilët do të vinë më mrapa, që kanë me mbesu mu, kanë me ndjek mu, kanë me ndjek fjalën e tij, Muhamedi alayhis salam. Mbesojnë mu, e ndjekin mu, e respektojnë mu dhe mdojnë mu, ama s'm kanë po. Si dhe në mërmenja, o dashuri ma e pastër, kur ti e shef dikan dhe ke jetu me ta,
apo veç për dikën që keni, apo keni fjalë të mira, po çash kanë qenë fjalë të mira, sa që të kanë bën ty, edhe pse s'ke nejt me ta, edhe pse s'e ke takuar ata, të kanë cilë ty në një grad me një farë lloj dashurie të pastër ndaj filonit, s'e ke pas s'ke nejt kur me ta. Për shkak të veprës ti, për shkak të fjalës ti e ke ngjallë në dashuri të pastër. Ç'kjo është dashuria më e pastër që mundet me ndodh ndonjëherë për dikën që s'e ke pas dhe s'e keni. Për këta thatë po qoj. Po i thojnë ata, po ti as nuk ke jetu me ta, e as nuk i ke pa ata, e as s'kan nejt ata me tyje, që shkimin ju, thët, në ditën e gjykimit, ka hedin ti që janë ata. Thët do të dallohen, thët, nga ngjyra, nga drita, e cila i jipet njeriut kur merr abdes. Abdes kur merr njeriu përfiton në gjymtyrë të veta dritë, përfiton pastërti dhe dritë. Gjymtyrët e njeriu i cili ka marrë abdes në këtë dynjë, kur del në ditën e gjykimit, ato gjymtyrë që janë log prej abdesit, ato gjymtyrë që njeriu i ka pastruar për shkak me fal namazin e tij, ato kanë me bën dritë. Prej këtyre thot Muhamedi alayhis salam, unë e di që këta janë ummeti jam. Qita njerëz të cilët po qesin dritë prej durve, prej fytyrave tyne, po ja u shoh fytyrën e ndriçueshme, durët e tyne të ndriçueshme, të pastërta, këmbët e tyne të pastërta të ndriçueshme, për shkak të abdesit që e kanë marrë. Imagjinoje në vllazërit ndershëm, për shkak se dikush ka marrë abdes, në ditën e gjykimit do të ketë nur, dritë, pastërti në ato gjymtyrë që i ka log uji i abdesit. Imagjinojeni njerëzit të cilët kanë agjëruar për Allahun xhaleshanuhu. Imagjinojeni njerëzit të cilët kanë nejt pa buke, pa ujë, një muj ditë për Allahun xhaleshanuhu. Po çfarë lloj drite kanë me pas këta? Prandaj kështu do të mi bën krahasimet kur ne dojmë me kuptu diçka. Kur ne dojmë me kuptu diçka, kështu bëhet krahasimi. E fundit edhe për përmbyllmi, se kemi edhe një njetin, jo të rëgën edhe tamam rrim në 18, folja e namazit të Bajramit. Një këshill e fundit, le të jetë për neve për gjithë. Kur pa të vdek Muhamedi alayhis salam, e kemi shpjeguar edhe një herë, po koncentrojmë veç në restant fundit edhe kuptojeni tamam ç'është duhet me kalu me Ramazanin dhe ç'është duhet me vazhdu me ropa me një fjali dhe vetme. Kur ka vdek Muhamedi alayhis salam, shokët e tina që ishin ato, që shkuan në vendin e ngjarjes, u mërzitën, sa u shbon një ndryshim i madh. Vdiq Muhamedi alayhis salam, njeriu më i mirë në tokë, njeriu i cili kishte fol me Allahun xhaleshanuhu. Çdo gjë që ka vinte prej Allahut xhaleshanuhu, sahabët, shokët e tij, shkojnë tek ai dhe thoshin ja Rasulullah, ka ardhur një ajet, po tregona aman zaman, tregona, kallzona kuptimin e tij, që na të fillojmë ta implementojmë më një herë në jetën tona. Kështu ka qenë Islami më herët. Na sa çdo sa ne diskutojmë. Çdo sa ne diskutojmë. Pse zakati 5, pse ky ai, pse fet vjetrat 5, pse kjo kështu, pse ajo kështu, pse kështu. Gjonat më bazike na shkojmë diskutojmë me vllazërit dash. E ngarkojmë shpirtin ton kot për gjona bazike ngarkojmë shpirtin. Sahabët as zbrit ajeti, kanë shkuar te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, kanë thënë ja Rasulullah, ka zbrit një ajet po, tregona më shpejt. Cili është kuptimi i tij që ta implementojmë në jetën tona më një herë. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ja ka shpjeguar edhe kanë vazhduar ata. Na sa çdo sa ne diskutojmë. Gabim është. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam vdiq. Pat për shokëve tyre që e humbën kontrollin se bi dashurisë të madhe. Çdo njëri ti ndodh edhe neve me familjarë tonë kështu. Lëvizin njerëz pak prej gjendjes. E për ato mos nuk kanë pas arsye da. Ska qenë i dërguar me Allahu xhaleshanuhu. Vdiq Muhamedi alayhis salam, po thonë që vdiq. Omeri radiallahu anhu dilte dhe thekë njerëzve kush ka thonë që ka vdek Muhamedi alayhis salam, ka pas probleme të mëdha me mua, kryt kam ja hik. Kush thotë që ka vdek Muhamedi alayhis salam, kryt kam ja hik. Kishte vdek Muhamedi alayhis salam, e kishin pa njerëz aty ishte. Mirë po, prej dashurisë të madhe, prej edhe humbjes kontrolli i tha këto fjalë. Vjen Ebu Bekri. Ebu Bekri vllaznitë e mi dërshëm ka qenë njeriu muslimani moshkull i pari që është bon musliman tek Muhamedi alayhis salam. Dhe ka qenë një prej sahabëve më të mëdhenj, dhe ka qenë prisi i pari muslimanëve. Vazhdojmë se mos na ikën koha. Edhe del në mimber ato vendin ku falshin ata, dhe ju thot, o xhamat thot, drejtonu kënena, lënë Omerin një herë. Një herë i thot Omerit, shuj senin. O xhamat drejtonu thot kënena edhe ngënu mirë. E njëjta gjë është me Ramazanin tash. Mundon edhe ju me lidhën në kokën e ju. Edhe i thot,
fjalinë e famshme. I thot, men kana ya'budu Muhammeden, fa innehu qad mat. Kushdo që ka qenë, tu e ndjek Muhammedin a.s. tu e dashur ashtu tu adhuru aton që pakton s'bën ne s'duhet e kushdo që ka qenë duke adhuru Muhammedin a.s. si Muhammed a.s. si trup kështu, dinë mirë që Muhammedi a.s. u largu nga kjo jetë. Shkoj. Ama thot, men kana ya'budu Allahe fa'lam anna Allahe hayyun la yamut. Ama dinë thot mirë që kushdo që ka qenë duke adhuru Allahun xhelle shanehu, dinë mirë që Zoti kur s'vdes. Vazhdoni me dashur e me adhuru sa të muni. Kur nuk vdes. Ku është kjo lidhje me Ramazanin? Muhamedi a.s. tha, iku, kushdo që ka lidh tamam për Allahun xhelle shanehu, le të vazhdon. Edhe duhet me vazhdu. E njëjta gjë, kush e ka adhuru Ramazanin, kush e ka menu vetëm se Islami është në Ramazan, edhe kush ka menu që namaz duhet me bon vetëm Ramazan, ta dini mirë që Ramazani ka shku. Ramazani iku. Kushdo që e ka adhuru, edhe kushdo që çdo punë të veten e ka bon dhe pretendon me e bon, për hatër të Zotit të Ramazanit, dijeni mirë që çaj Zoti i Ramazanit nuk vdes kur, është gjithmonë në disponimin tonë. Allahu xhelle shanehu thot, fa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Dhe adhuroj Allahun xhelle shanehu derisa të vjen vdekja. S'ka thon derisa të kryhet Ramazani. Edhe na këto dy gjona i marrim në fund, edhe lusmi Allahun xhelle shanehu që ibadetet tona të na i ketë pranuar. E lusmi Allahun xhelle shanehu që veprat tona të na i ketë pranuar në Ramazan. E lusim Allahun xhelle shanehu që prej këtij Ramazanit kemi dalur të pastër. E lusmi Allahun xhelle shanehu që prej këtij Ramazanit të kemi dalë njerëz të cilët kemi ndryshuar në vetveten tonë. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum.